Fatmir Gjafaj, 15 minuta. Nderuar Zoti Kryetari i Kuvendit, të nderuar përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, të dashur qytetarë. Në seancën e sotme kemi mundësinë të dëgjojmë raportimet e tre institucioneve, prokurori i përgjithshëm, SPAK-un dhe KLP-n, dhe të vlerësojmë punën e tyre. Janë tre institucionet kyç të drejtësisë penale, të cilave reforma e re ju ka dhënë një status të ri kushtetues, ligjor e institucional në arkitekturën e re të drejtësisë. Çdo shoqëri që aspiron standarde europiane dhe demokratike e mat pjekurinë e saj dhe nga mënyra se si trajton drejtësinë penale, institucionet dhe njerëzit që shërbejnë në të. Te ky raport, te qasja politike ndaj tyre, bëhet e dallueshme mënyra se si e shohin dhe se si duam t'i kemi këto institucione dhe rolin e tyre. Çka në thelb është qasja që kemi për shtetin e së drejtës. Personalisht kam një respekt të veçantë për punën e prokurorëve tanë, të cilët në përditshmërinë e tyre përballen me një ngarkesë të madhe, kushte shpesh të vështira, infrastrukturore dhe me presione të gjithanshme. Ata janë në vijën e parë të përballjes me krimin, me korrupsionin, me çdo shkelje të ligjit dhe me presionin. Ndaj, që në momentet e para të hartimit të reformës, kam mbështetur me forcë dhe vijoj të mbetemi këtij parimi për forcimin e statusit të tyre profesional, garancit për pavarësi, karierën dhe mbrojtjen e integritetit të tyre institucional. Në sistemin e prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe asaj të posaçme vjen re një sër arritjesh pozitive gjatë kësaj periudhe raportuese. Prokuroria e posaçme në statistikat raportuese, por dhe në raportet e ndryshme ndërkombëtare, vlerësohet për kontributin e saj të veçantë në forcimin e sundimit të ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe në goditjen ndaj krimit organizuar, duke shënuar një progres të qëndrueshëm në këto fushë. Sistemi i prokurorisë të jurisdiksionit të përgjithshëm ka qëndrueshmëri institucionale dhe një rritje të hetimeve proaktive në ndjekjen penale të veprave që prekin interesin publik. Disa shembuj pozitiv të raportuar nga prokuroritë e rrethave Tiranë, Vlorë, Fier, Korçë e tjerë janë një hap i mirë që duhet përgjithësuar më tej. Evidentohet një bashkëpunim i rritur me autoritetet e huaja të drejtësisë, Eurojust e tjerë dhe operacioneve të përbashkëta ndërkombëtare për goditjen e veprimtarisë kriminale. Konstatohet një angazhim pozitiv edhe në përmbushjen e rekomandimeve dhe kritereve në kuadër të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Të nderuar kolegë, gjatë muajve të fundit, bota politike dhe sistemi i drejtësisë janë përballur me shembuj domethënës të sundimit të ligjit që na ofrojnë leksione të qarta për shtetin e së drejtës. Sarkozy, ish presidenti i Francës, për mbi 5 vjet u hetua dhe gjykua në gjendje të lirë për financim të palishëm të fushatës. Ish kryeministri Fillon gjithashtu u dënua për punësime fiktive brenda stafit parlamentar, gjë që u konfirmua edhe nga gjykata e Strasburgut. Në Izrael, kryeministri Netanyahu përballet prej vitesh në gjendje të lirë me një proces gjyqësor të vazhdueshëm për korrupsion. Prezenca e tij rregullisht para gjykatës ilustron rëndësinë e pavarësisë së institucioneve dhe respektimit të procedurave, pavarësisht fuqisë politike dhe situatës kritike në atë vend. Ajo që i bashkon të tre këto shembuj është mesazhi i qartë se askush nuk është mbi ligjin dhe se rëndësia e pavarësisë së institucioneve është absolute, pavarësisht fuqisë politike. Nga ana tjetër, ato janë edhe dëshmi të integritetit dhe profesionalizmit, por dhe humanizmit dhe përgjegjshmërisë në hetimin dhe gjykimin penal. Reforma në drejtësi ka ndryshuar rrënjësisht filozofinë e drejtësisë penale shqiptare. Nga një sistem i centralizuar dhe hierarkik, prokuroria ka evoluar drejt një modeli modern të pavarësisë së brendshme dhe të jashtme të prokurorit në përputhje me standardet më të mira europiane. Krijimi i SPAK dhe GJKO-s ka qenë një hap vendimtar, duke ndryshuar tërësisht kulturën e pandëshkueshmërisë dhe barazisë para ligjit. Fenomeni i pandëshkueshmërisë ka marrë një goditje të fortë, çka ka sjellë dhe një rritje të ndjeshme
të besimit të qytetarëve në këto institucione. Sondazhet e këtyre viteve tregojnë qartë këtë gjë, për cilin do që ishi shliruar nga paragjykimet politike. Kur në këto 35 vjet s'ka pasur ndonjë institucion drejtësie me këtë mbështetje qytetare. Të tjerat janë fjalë boshe. Pavarësisht sukseseve, do të ishte një gabim i pafalshëm nëse nuk do të shihni me kujdes problematika dhe sfidat që e shoqërojnë këtë proces, siç rezulton edhe nga raportimet e vetë institucioneve, debati i zhvilluar në komisione, nga një sër opinionesh në debatin publik dhe sidomos nga gjetjet e raporteve të Bashkimit Evropian për progresin dhe shtetin e së drejtës. E kuptueshme që janë në një masë të konsiderueshme probleme të rritjes, por edhe të menaxhimit, dhe herë edhe të keqzbatimit të ligjit, siç mund të jenë me shumë të drejtë, siç u tha këtu edhe nga prokurori i përgjithshëm, por dhe nga drejtuesit e tjerë të institucioneve gjatë raportimit në komision, edhe probleme që lidhen me mangësi ligjore. Me reformën e drejtësisë, prokurori është zoti i çështjes që ndjek. Prokurori ashtu si dhe gjyqtari është i detyruar të jetë i pavarur në vendimarrjen e tij dhe të mos lejojë asnjë lloj ndikimi të vërtetshëm e të jashtëm, veç kontrollit që kushtetuta e njeh gjyqësorit dhe inspektimit të ILD-s. Problemi te pavarësia nuk është ligji, përkundrazi, por mentaliteti i prokurorëve dhe gjyqtarëve, vullneti i tyre ta mbajnë apo këmbejnë atë me favore për karrierë apo përfitime të ndryshme. Ky hap do të mbetet i mangut dhe mund të prodhojë efekte të kundërta, sikur se kemi parë në disa raste këto kohë, nëse garancia kushtetuese për pavarësinë e prokurorëve e parashikuar në kushtetut nuk do të shoqërohet edhe me një kërkesë shumë të fortë lidhur me përgjegjësinë, llogaridhënien dhe përgjegjësinë në ushtrimin e detyrës. Ka nevojë që të ketë një rritje të numrit të kërkesave për inspektime tematike në bashkëpunim me Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. Për vendosjen e standardeve të unifikuara në zbatimin e ligjit në hetim, zbatimin e udhëzimeve me karakter të përgjithshëm, për respektimin e garancive procedurale në procesi penal e tjerë. Sot vret një dukuri që ka ndezur shumë debat mbi raportin e magjistratëve me mediat. Ligji e parashikon qartë se si organet e prokurorisë komunikojnë me median për transparencë ndaj publikut si një aspekt thelbësor, por përdorimi i medias për të nxjerrë pjesë të dosjes penale apo sekretit hetimor është i papranueshëm. Gjyqtari dhe prokurori duhet të shërbejë interesit publik përmes ligjit, jo protagonizmit apo karrierës personale. Është momenti, ndoshta jemi edhe pak të vonuar, që institucionet drejtuese të sistemit dhe veçarisht organet e qeverisjes dhe inspektoriati duhet të ndryhen përmes mekanizmave ligjor ekzistues ose me propozime të reja ligjore. Konstatohet një rritje e raportimeve për problematika shqetësuese lidhur me procesin e rregullt ligjor, barazinë e palëve në proces, prezumimin e pafajësisë, proporcionalitetin dhe humanizmin në vlerësimin e masave sigurisë dhe masat e dënimit, deri dhe për një lloj sjellje jo etike dhe as pak ligjore në trajtimin që u bëhet dëshmitarëve, personave në hetim, deri dhe vetë avokatëve të tyre mbrojtës. Prekupuese është dhe komunikimi me administratën dhe komunitetin e biznesit, lidhur me trajtimin e tyre në çështje të caktuara nga disa oficerë të policisë gjyqësore apo dhe prokurorë veçantë, çka ka krijuar një klim tensioni dhe intimiduese në disa raste, gjë që mund të krijojë efekte negative në klimën e biznesit dhe shërbimin e administratës publike ndaj qytetarëve nëse nuk reflektohet në kohë. Sfida mbeten edhe për aplikimin më gjerësisht të disa instituteve të reja që janë parashikuar në legjislacionin procedurial penal dhe që nuk kanë gjetur ende në zbatimin e duhur, si për shembull dënimet alternative, urdhri penal i dënimit, gjykimit me marrëveshje e tjera të cilat ka nevojë të zbatohen më efektivisht për të lehtësuar ngarkesën në punë, për ekonomi gjyqësore, si dhe për të ulur numrin e të burgosurve në burgje. Jam dakord me kritikat që adresojnë gjerësisht edhe në publik, lidhur me masat e sigurimit personal, arrestin me burg. Kemi një situatë kritike, kjo dhe sipas disa raporteve dhe studimeve ndërkombëtare. Në referim të një analize të fundit të Këshillit të Evropës, rezulton se Shqipëria ka numrin më të lartë të masave arrest me burg, krahasimisht me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Ndërsa Belgjika ka 10 persona për 100.000 banor, ne kemi 94.6 persona për 100.000 banor me mas arresti me burg. Një shifër kjo shumë e lartë.
Shqipëria ka një nga raportet më të larta të paraburgosurve në Europë, mbi 50%, sipas PACE të 2024. Krahasuar me vendet e rajonit si Bullgaria 5%, Maqedonia e Veriut 12%, Rumania 13% e tjera. Kozgjatja e paraburgimit në Shqipëri është shumë e lartë se mesatarja e vendeve europiane, por dhe atyre të rajonit. Mesatarja e kozgjatjes së paraburgimit në Shqipëri është 253 ditë, 8.4 muaj, në paraburgimin e përgjithshëm. Dhe mbi 616 ditë për gjykata speciale në një kohë që në vendet europiane është jo më shumë se 3 deri në 12 muaj maksimumi për vepra penale me dënime mbi 10 vjet. Situata që kemi te i kalon standardet ndërkombëtare dhe tregon nevojën urgjente për monitorim dhe vlerësim të rregullt të nevojës, proporcionalitetit dhe arsyeshmërisë së masave, ndoshta edhe për ndryshime të nevojshme ligjore. Kjo kërkon adresim urgjent dhe ndryshim të mentalitetit institucional, por dhe shoqëror, dhe për këtë arsye ju është adresuar edhe në rezolut të 2 institucioneve të prokurorisë, që të kryen një analizë mbi masat e sigurisë të marra në këto 5 vite, 2021-2025, politikat e ndjekura, problematikat e konstatuara dhe masat e nevojshme për reflektim në praktikat e vendeve europiane në këtë fushë dhe standardet e rekomanduara nga Këshilli i Europës, Bashkimi Evropian, Gjykata Europiane e Drejtat e Njeriut, Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Lartë përfshi dhe masat për ndryrje ligjore për ta sjellë këtë situatë në standardet normale europiane. Sigurisht që këto problematika dhe sfida lidhe me prokurorinë dhe bie plotësisht dakord se ka vend për reflektime dhe ndryshime në këtë sistem, por bëjmë gabim kur e ngushtojmë gjykimin ndaj këtyre dukurive vetëm te roli i prokurorit. Prokurori është thjesht pala akuzatore në proces, dhe ai për përgjimet, ndalimet, masat e sigurisë, vlerësimin e provave dhe dënimin nuk mund bëj asnjë hap më shumë se sa t'i paraqis ato për vlerësim, shqyrtim e vendimarrje në gjykatën penale. Problemi është te gjyqtari, aftësia dhe integriteti i tij për të gjykuar dhe vendosur drejt, me ndershmëri dhe humanizëm në respekt të ligjit. Është gjyqtari i gjykatës penale, institucioni që mishëron garantimin e procesit të rregullt ligjor dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Gjyqtarët nuk mund të ndryshojnë natyrën e akuzës, nuk duhet të bëjnë rolin e prokurorit apo qoftë dhe noterin e tij, pasi ata janë garant të ligjit dhe të barazisë së palëve në proces. Personalisht, gjykoj se disa dukuri negative në fushën e drejtësisë penale lidhen para së gjithash me gjykatat, kryesisht me gjykatat e apelit dhe sidomos me kolegjin penal të gjykatës së lartë. Janë ata që kontrollojnë ligjshmërinë e hetimit dhe gjykimit, të njësojnë dhe unifikojnë praktikën gjyqësore dhe të japin drejtim të qëndrueshëm jurisprudencës. Ndaj këtu do duhet të fokusohemi shumë fort. Magjistratët janë përpara një sprove të madhe, sprovës së qëndrueshmërisë morale, integritetit, modestia, përunjësia dhe besnikëria ndaj ligjit do t'i bëjë ata edhe më të fortë, por edhe më të besueshëm e më efikas në misionin e tyre. Ata do duhet i kenë sytë dhe veshët të mbyllura ndaj çdo miklimi dhe ndikimit pa drejt, por dhe influencimit prej sirenave politike dhe mediatike për t'i influencuar në hetimet dhe gjykimet e tyre. Nuk mund bësh drejtësi nëse prekupohesh se si të mbash balancat midis palëve, apo se si të balancosh emocionet publike dhe trysnin e komenteve mediatike. Për prokurorin dhe gjyqtarin besnik të kushtetutës e të ligjit ka vetëm një mas, mbështetja në gërmën e ligjit në fuqi dhe në prova të forta dhe të besueshme. Para disa kohësh kam lexuar një fjalim të jashtëzakonshëm, të mbajtur shumë vite më parë nga një ish prokuror i përgjithshëm i Shtetet Bashkuara të Amerikës në një konferencë kombëtare të prokurorëve, në të cilën ai ndër të tjera theksonte se aseti më i rëndësishëm i një prokurori nuk është pushteti apo zelli i tij, por ndjenja e përmasës dhe e maturisë, vedia se interesi i shoqërisë në ndjekjen penale nuk është të fitojë çështjen, por që të bëhet drejtësi. Për këtë arsye, ai duhet kërkojë të vërtetën dhe të jetë shërbëtor vetëm i ligjit dhe i asnjë fraksioni apo interesi individual. Fjalë thellësisht të mençura që mbeten koherente dhe me shumë vlerë edhe në ditët e sotme. Të nderuar kolegë,
një analizë gjithëpërfshirëse domosdoshmëri për konsolidimin e reformës në drejtësi. Sot është momenti për një analizë të tillë të sistemit penal, me të gjithë aktorët përkatës, që të reflektojnë realitetin e ri të punës së prokurorive dhe gjykata në këtë fushë, të evidentojë problematika dhe sfidat, si dhe të orientojë ndryrët e nevojshme ligjore, institucionale dhe strukturore në përputhje me Kushtetutën dhe standardet e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhafa.